Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i ka paditur institucionin e Presidencës së Republikës dhe prokurorin Olz Dado. Velia i ka raportuar sot në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë kërkesë padin kundër institucionit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë të vitit 2007-2012 dhe prokurorit të posaçëm Olz Dado, duke kërkuar konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të emërimit të këtij të fundit si prokuror. Sipas padis, emërimi i prokurorit është kryer në kundërshtim flagrant me ligjin, pasi në momentin e dekretimit ai nuk plotësonte kriteret ligjore të detyrueshme për ushtrimin e funksionit të prokurorit, pa shkollën përkatëse të magjistraturës. Velia i kërkon gjithashtu që Këshilli i Lartë i Prokurorisë të detyrohet të marrë vendim për përfundimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit dhe ushtrimet në mënyrë të palishme të detyrës së prokurorit në fjalë. Në padi theksohet se të gjitha veprimet penale të kryera ndaj Erjon Veliajt përfshirë masat e sigurisë dhe kufizimin e ushtrimit të mandatit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, mbështeten në një akt emërimi nulla ab initio, duke sjellë pasojë të rënda ndaj Bashkisë së Tiranës, Republikës së Shqipërisë, rendit kushtetues, institucioneve, familjes dhe personit. Olz Dado i është propozuar presidencës në vitin 2008 nga prokuroria e përgjithshme Ina Rama, teksa ai qartësisht nuk plotësonte kushtet kur ishte vetëm noter dhe pa magjistraturë dhe më pas presidenca ka dekretuar në palishmëri noterin në prokuror.